Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sot është tema e parafundit, më thënë tema 23 e kësaj serie së ligjëratave. Sot, më thënë, titulli i kësaj teme është rreziku i vezveseve për zemrat. Rreziku i vezveseve për zemrën e njerit. S'ka njeri që s'ka vezvese. Çka janë vezveset? Vezveset janë mendime ose shtytje të brendshme që të vijnë pa dëshirë, të përsëriten dhe ta lodhin mendjen. Në thelb janë dy lloje të vezveseve. Vezvese që vijnë nga shejtani, të shtyjnë drejt dyshimeve, frikës, parësie, mëkatit, ose të prishin qetësinë në ibadet. Për shembull, au fale, saks, au fale, e ki abdesën, ose ka abdesën kështu me radhë. Lloj ditë është vezvesa që vjen nga vetja, nga nefsi, mendime që dalin nga brenda, nga ankthi, nga zakonet ose dobësitë e njerit. Karakteristikat kryesore të vezveseve vijnë pa paralajmërim, përsëriten shumë, të lodhin dhe të krijojnë pasiguri, nuk kanë bazë të fortë reale. Në aspektin fetar ato janë sprova, jo diçka për cilën dënohesh, përderisa nuk i ndjek dhe nuk vepron sipas tyre. Domethënë shkurt me thonë janë zëra të padukshëm që përpiqen të fusin në dyshim dhe të ta trazojnë zemrën. Domethënë kjo është shkurtimisht çka është vezvesja. Ne do të falim thjesht nëpërmjet, sikurse çdo temë, nëpërmjet haditheve ose ajeteve. Se çdo temë fetare duhet mu trajtu, domethënë duhet me shikuar çka thot Allahu për ta dhe çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë zakonisht i përmend një sër hadithesh që na sqarojnë, domethënë, këtë temë, se vezveset e dëmtojnë zemrën. Nëse njeri nuk di çish mu marr me ato vezveset, atëherë domethënë shkaktojnë probleme, shkaktojnë qëndrime negative dhe ato qëndrime negative, ato mendime, nëse zënë vend zemër, do t'japin edhe rezultate negative. A dhe seria jonë e ligjëratave flet për përmirësimin e zemrës. Hadithi i parë transmeton Ebu Hurajra i cili thot: erdhën disa njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pyetën, i thanë: inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Ndjejmë diçka në shpirtat tonë, i kanë thonë mesam, diçka që s'mujna me kallëzu shka. I kanë thonë mesam, se nuk guxojna me shpreh. Tha pe mesam: aw qad wajadtumuhu, a ndjeni që këtë? Thanë po. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është imani i qartë. A me të vërtetë ndini diçka dhe zguxojni me e fol? Do thonë, ato thanë po. Tha pejgamberi që kjo është imani i qartë. Që kjo është imani i qartë. Do të kallëzoj pse ka thonë, që këtë hadith e më mend kur ishim në shkollë të mesme, sa atëherë, domethënë, literatura në gjuhën shqipe ishte kufizuar. Edhe sa herë edhe mendoj që shumë njerëz që e përmendin që këtë hadith e keq kuptojnë. Sikur ne kur ishmi në shkollë mesme, që e keq kuptojshmi me disa shokë që lexojshmi hadithe dhe sikur kjo nuk kuptohet se kjo është imani i qartë nëse ti të vjen diçka që nuk guxon me shpreh, të vjen një dyshim i keq për Zotin, për pejgamberin, për Islamin, nuk është kjo kuptimi, do të kallëzoj çfarë kuptimi është. Hadithi i dytë që e transmeton gjithashtu e Buhariu, këtë hadithe të saktë janë, hadithin e parë ka shënuar Muslimi, hadithin e dytë Buhariu dhe Muslimi. Për Buhariu thotë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: i vjen shejtani ndonjërit prej jush dhe i thot: kush e ka kriju këtë? Pastaj thot: kush e ka kriju këtë tjetër? Derisa të thote e mendje, domethënë, kush e ka kriju Zotin? Nëse dikujt i vjen ky mendim, thot pejgamberi sa fejta balagha dhalika falyasta'id billah, le të kërkoj mbrojtjen e Allahut, le të thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal yantahi, dhe le ta praktikojë këtë mendim, Hadithi i tretë është, domethënë, transmetim tjetër i po të njëjtit hadith,
është, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yuqal hadha khalaqa Allahu al-khalqa faman khalaqa Allah. Njerëzve vazhdimisht do t'ju vijnë pyetje në vetvete dhe duke menduar këtë ka krijuar Allahu, derisa të vijë pyetja kush e krijoi Allahun, faman wajada min dhalika shay'an, kujt i ndodh kjo që të vijë një pyetje e tillë, një dëshim i tillë në mendjen e tij, le të thot amantu billah, besova Allahun. Mundesh me thonë edhe në gjuhën shqipe. Nëse vjen një mendim, do të thonë i kthill. Nëse vjen një mendim i kthill. Hadithi i katërt e transmeton për tabiinëve Ebu Zumail. Thotë pyet Abdullah ibn Abbasin, i thash, a vetë diçka po më vjen do mendime në gjoksin tim. I ka thonë ai çka? Ka thonë vallai smuna me shpreh. Smuna me shprej. Tha Abdullah ibn Abbasi, a ka lidhje diçka me dyshimet? Ai pyet si filloi të qesh. Tha Abdullah ibn Abbasi, kur kush nuk shpëton prej këtyre mendime. Dhe ja lexoj një ajet kuranor të surës Yunus. Abdullah ibn Abbasi, ku thot Allahu subhanahu wa taala, i thot pejgamberit Allahu, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, nëse ke dyshim, i thot Allahu, në ata që po ta zbresim ti, që po ta shpallim ti, fas'alil ladhina yaqra'una al-kitaba min qablik. Pyeti ata, thot Allahu, të cilët e lexojnë kitabin, librin para teje. Pra, pyeti ato dietar. Ka thonë Abdullah ibn Abbasi, sikur sa Abdullah ibn Salami për shembull. Se ka mujt edhe pejgamberit, edhe pse ka shumë komentime, që me thonë, se pejgamberi s'ka pas dyshime. Mi po, a ka mujt mi arë, se dyshimi është diçka që vjen pa leje. Dyshimi të vjen, ti nuk mundesh, është si misafiri, e kam përmend, nuk mundesh ti mi thonë, mos hajde. A vjen, po puna si do të bashkëveprosh me ta, masi që të vjen. Çajo është puna. Thotë Allahu, nëse ke dyshim në atë që po të zbritet, pyeti ata të cilët e lexojnë librin para teje. Sa ata që e lexojnë librin para teje për besimtarëve. E ka fjalën, ato që kanë njoft Tevratin dhe Injilin, i kanë posh, domethënë, përgëzimet që Allahu ju a ka dhënë Musës, Isës alayhis salam dhe pejgamberëve tjerë për Muhamedit alayhis salam. Pyeti ata, pyeti Abdullah ibn Salamin për shembull, kush ka qenë Abdullah ibn Salami? Abdullah ibn Salami ka qenë një jehudi i Medinës, po ka qenë dietari të Tevratit. Ai e ka pranuar. Ai thotë kur e kumpa pejgamberin alayhis salam, se e ka imprit. E ka imprit pejgamberin sa kur ka ardhur në Medinë. Ka imprit, ka ndal këtë njerëzit, apo e ka imprit. Ai thotë kur e kumpa pejgamberin alayhis salam, fjalët e para që e kum dëgju, e kam ditë se këto fjalë nuk dalin përveç se prej gojës së një pejgamberit. Çka ka thonë pejgamberi kur ka mrisë në Medinë? Do të thonë ato e kanë prit, kanë dalë njerëzit, e kanë pritë, janë gëzuar me Medinë ditë kur ka bëjë çet. Pejgamberi sa fjalët e para ka thonë eyyuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kur i ka niqe këto fjalë Abdullah ibn Salami jahudi i Medinës. Thotë kum di që kjo është pejgamber, po ai ka pas këtë shenja tjera i ka pa të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas shenja që i ka njoft prej Tevratit. Pra nëse kesh dyshim, thotë Allahu subhanahu, nëse ke dyshim, pyeti ata të cilët e lexojnë kitabin ose librin para teje. Çfarë thon hadithi se për thera, që ka thonë se kur ka ardhur në Medinë, ka thonë njerëz, përhapni selamin. Selam do të thonë paqe. Shpërndani ushqim. Mbani lidhjet me farefisin. Falni natën derisa të tjerët flenë, do të hinin në xhenet me paqe. Kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E thot Abdullah ibn Abbasi këtij personit i thot vallai po ni diçka, po e ni në vetvete diçka që nuk guxoj as me e fol. Thot Abdullah ibn Abbasi po kur kush nuk shpëton për këtyre dëshimeve, për këtyre vezvese. Edhe ja lexon ajetin. Pastaj i thot, nëse të vinë dyshime të këtilla thuj, Abdullah ibn Abbas i thot këtij tabiini që quhet Ebu Zumail, thot thuj huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kjo është një ajet kuranor në surën Hadid, që Allahu i përmend 4 emra për Allahun.
Katër emrat Allahut. Do me thonë, ai, pra Allahu, është i pari, i mrami, i dukshmi dhe i fshehuri. I dukshmi në bazë të argumenteve dhe i fshehuri se ne nuk e shohim Allahun subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote. Pra emrat e Allahut, se nëpërmjet emrave të Allahut ne i njohim Allahun. Nëpërmjet emrave të Allahut, emrat e Allahut normal duhet me pas shumë ndikim te njeri, emrat e Allahut. I pari, i mbrami, s'ka i pari pa fillim, i mbrami pa përfundim. Ajo është i dukshmi. Dhahir do me thonë i dukshmi. Do me thonë çdo emër i Allahut dhe ne ju kujtohet do me thonë shumë herë kemi përsërit se emrat e Allahut subhanahu wa taala duhet mi mundu, mi lexu, mi mësu, mi kuptu, sa ato lënë një ndikim të madh në zemrat tona. Do thonë këto katër hadithe që i lexova, këto katër hadithe na tregojnë se njeri duhet mu mundu, mu marrë me zemrën e tij dhe mi përmirësu vezveset e ndryshme të cilat vinë të njeriu, do me thonë pa leje. Pra pejgamberi sallallahu sipas këtyre tre haditheve i përmend tre gjëra, që është me bashkë vepru me këto vezvese që na paraqiten në kokat tona, në mendjet tona. E para është milan, ka thonë feli walientehi. Me thonë milan këto. E dita, që do me thonë, nëse të vjen ti një vezvese, nuk ke me thonë, po kjo s'është kur gjoha, kjo është veç mendim. Jo, ty ki mundu me braktisat mendim që të vjen që ka ardhur pa leje. E dita, me kërku mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Me thonë, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. E treta, me thonë, besova Allahun. Me thonë, subhanallah, kush e krijoi Zotin, ose është kjo, ose është pejgamberi i dërguar Muhamedi sa më është pejgamberi i vërtetë, është Kurani me të vërtetë fjalë e Allahut. Ndonjëherë kur lexon dikush dyshime të ndryshme që mundën me, domethënë ban vakin dëgjon për ju muslimanëve diçka, ti duhet me thon amantu billah, i kthesh besimit në Allahun subhanahu wa taala. Fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është imani i qartë. Kur i kanë thënë sahabët, kanë thënë vallai po na vin do mendime çka nuk guxojna mi shpreh. Thëmë, me të vërtet ju kanë ardhur këto mendime, që kjo është imani i qartë. Domethënë, përderisa njeri e lufton dyshimin, kjo tregon se ka iman. Nuk ka dyshimi besimi i qartë, po është, domethënë, sikur luftëtari, thotë, erdhën armiqt dhe unë luftova me ta derisa i largova, e që kjo është lufta e vërtet, edhe kjo është imani i vërtet. Përderisa njeri ju ka qëndrim, domethënë për mi luftu dhe mi largu këto vezvese, që kjo është imani i qartë që e ka lavdëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeri si zakonisht në jetën e kësaj bote, domethënë si zakonisht besimtari, kur tenton me bon një vepër të mirë, domethënë i paraqiten dyshimi. Shiko, këto vezveset nëse paraqiten nga ndonjë smuje që ka të bëje me memorien, nuk hinë këtë temë. Nëse këto vezvese paraqiten përqon nga pleqeria e thellë, se njeri kur plakët i dobësohet memoria, kjo nuk hinë këtë temë. Ne folim për ata njerëz të cilët nuk kanë dyshime, si të hijen namaz, e mbulojnë dyshimet. Ajo biseda e brendshme që e ban njeri. E kjo është për shejtanit. Që kjo është, domethënë, prej shejtanit. Se ti normal nuk i qasi mendimet shumëta, po si të nisesh me bon një vepër të mirë, domethënë fillojnë dyshimet. Subhanallah, ka njerëz me cilët unë kam bisedu. Domethënë, qasi vezvese kanë nuk janë në gjendje, një kategori e vezveseve kanë të bëjnë me besimin, ato janë më të rrezikshme. Një kategori e vezveseve ka të bëjë me vepra që i ban. Domethënë, shejtani çaq dominante disa njerëz nuk mujnë me marr avdes. Edhe po va tregoj nga përvoja ime personale para më tepër se 10 vjetëve, në një qytet tjetër, jo të Shkupit, domethënë hinke njëri, e njihsha unë atë personisht, ditën e xumë, hinke domethënë në banjë për me marr avdes. Hinke në 8-9. S'mujke me dalë deri në namaz të xumës. Nuk o konë, se me donë drejtën kjo dhe qesharaka është. Po a ishte kretë normal, nuk ishte probleme psiqike. Nuk mujke me marë deri në fundatës.
Sa e ai si më tregojke, theke janë nisë me matë. Baba ki jam stepik. Baba ki se mora mirë abdesin. Baba ki, në më thonë 100 dyshime. Edhe metke, edhe në telefon mund të thirë. Unë u thesha për mi majt hudbet, në me thonë në prilepi, në pas majt do hudbe para 10-15 vjetëve, mi zavendësojsha, që sisha këtu. Edhe me telefon me nëzëse nëzjersha prej banjës. 3-4 sahat, ma lodhke edhe mu të rëmunin, të e binë. Dhe shumë unë e ti dirë, unë e të garantoj që i ki abdes. Edhe marë përgjithësim para Allahu që ti ki abdes. Edhe me nëzëse dilke. Më thonë, a harrova të shka o bona, u shtërpika, ke uje, merë abdes njerë, djerë, mirë. Ki do me thonë, shpëtoj. Një tjetër persone njëvë, do me thonë, prej Shkupit, e cili gjithashtu, me thonë, shkaku i abdesit e la namasin. Në me thonë, u qmendke, kur filloj ke me marë, kjo ishte një sulmi i shejtanit. Saj në jetën jeshtë namazet, në me thonë, ishte kretë normal, nuk ishte kur një qëfar defekti. Se shejtani kur dominon, thënë djetarë, shejtani kur dominon të njeri, i hedhë vezvese, dyshime. A shejtani për njerëzve kur dominon, gënjen njerin e rrenë. Shejtani si ta shofe që i do, se këta njerëz të janë dobët në logjik. Këta njerëz që kanë logjik dhe menjen e kanë dobët. Dhe që ati ka gjej shejtani dhe i sulman. Ko dikush përshimu dhe shi dobët në dëshira. S'mu me bo mishku ndërmend. Se këto janë di forcat e njerit. Në me thonë, vullneti për me vepru dhe mendime. Dikush është në mendime, dikush në vepra është i dobët. Dikush përshimu, s'mun është mi shti, kur një farë dyshime, kur dyshime. Unë për shembull jam një person që nuk unë vinë që kësi dyshime. A i fala 3-4, ndosha se moj mend kur më ka ndodhë kjo. Ka dikush për shembull në aspektin e dyshimeve shumë zorë është me fut në dyshime. Ama në aspektin e dëshirave dhe vullnetit për me bon diçka, shumë i dobët është në atasve. Pak mi shku mundësi menja me bon një punë dhe mundet me e bon edhe zakonisht e banë. E mirës e keqe. E në këto dy pika e sulman shejtani njeri. Janë mendime, janë vullnet. Dhe në dëshira. Janë mendime, janë dëshira. Njeri zakonisht kur nis me e bo një vepër të mirë, normale është me tentu shejtani me fut në dyshim. Për shembull do me dhonë sadaka. Për çfarë thënë dietar, nëse të vjen mendja me dhon sadaka, jepe, mos mendo shumë, mos analizo se ti se njëri për shembull thotë do jap diçka për shembull një familjes fukarat të jap. Ose do të jap diçka për një xhami ose me ndërtuar një objekt ose për një shembull, për një forma thotë nëse ke mundësi jepesh aty, se janë nisma sa ne me mendon, po çka muj me bëm ato parë, po muj me dasha më dhon dikujt tjetër, po dasha nuk është çfarë obligim patjetër, 50% e hub tu menu. Një të shkurtë shtëpia edhe 50% dhe zakonisht njerëzit bëhen pishman. Po këto çka i vijnë këto mendime, kjo është krejt normale për arsye se shejtani i hedh këto dyshime, domethënë në zemrën e njerit. Për çat njeri, domethënë duhet me insistu, me i largu gjithçka që është kundër asaj që ai ka planifikuar prej veprave të mira. E transmeton njëri prej sahabeve, Uthman ibn Abil As, se te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen një njeri dhe i thot: o i dërguari i Allahut, shejtani po më pengon në namazin tim dhe po mba përzihen leximin. I tha pejgamberi sa ai është një shejtan i cili quhet Khinzib, emrin e ka. Edhe une, deri këtë hadith, normal e kemi lexu. Mate e kam lexu. Hina me pa kuptimi i fjalës Khinzib. Do i kemi thonë cop mishi e qelbër. Fjala Khinzib. Mirë po Khinzib quhet një shejtan që e ka çdo njeri. Që ne kemi me laçi me vete, kemi shejtan. Për çfarë kur e kam pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam jashtë këtij hadith, jashtë këtij rast. Tjetër rast, i kanë thonë edhe ti e keni shejtan me vete? Se ka thonë bëzëm çdo njëri e ka. Ka thonë po, vetëm mua më ka ndihmua Allahu dhe e ka pranu islamin
nëse e lexojmë fe esleme, se kjo fjalë për mësam transmetohet në dy varianta. Shumë është interesant arabisha. Ka thonë naam walakin a'anani Allahu alayhi fa aslama. Disa prej transmetuesve kanë transmetuar me esleme. Po ka thonë edhe unë e kam, mirë po më ka ndihmu Allahu kundër ti dhe e ka pranu islamin. Po disa e kanë transmetuar naam walakin Allah a'anani alayhi fa aslamu. Çka është dallimi? Nëse e lexojmë esleme e ka pranuar islamin. Nëse e lexojmë eslemu, do me thonë unë e shpëtoj prej ti. Dhe me unë e kam, po së nuk bëm mu kur gjo, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ky njeri që thot, ja Rasulullah, po ma përzim namazin edhe leximin shejtani. Po ma përzim namazin dhe leximin. Thot me sam, ajo është shejtani që quhet khinzeb. Kur ta hetojsh, që po të vinë që si të mirje, kretë, s'ki dyshim, si të ish namaz, të paraqiten ashtu të shumë. Thot me sam, kur ta ndjesh këtë, فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. Kur ta hetojsh këtë, thuj أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 3 herë me pështi kane, me thonë namaz. 3 herë me pështi kane, ma pështim me frim që është, jo pështim bashkë. Edhe do me thonë, kjo praktikohet, banet që ketë, edhe të ndihmon. Po, të ne për shembull xhamati, nuk e kam pa dënjonin që e praktikon, edhe më thej keni shok. Tha shkova, tha në xhami, tha njerë, a i sishte i namaz. Shkova, tha njerë me falë. Namaz, njoni tha më pështike edhe mos shkova hiq. Pse ka këthi shumë krijen edhe a e ka pas për shejtanin, po kje e ka marrë kështu për veti personalisht. Ama kjo, do me thonë, kështu nga ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ti kur thush e a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga shejtani, ka me hik shejtani. Edhe se kjo praktikë është edhe kur e shen një ëndër të keqe. Kur e shen një ëndër të keqe, trishtohesh shumë, ulesh, zgjohesh, thu 3 herë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Edhe pështin kane e maj 3 herë. Edhe e ndron anën, do të thonë kjo është një praktikë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu subhanahu wa taala të ndihmon. Zakonisht namaz për mi largu që këto mendime duhet mu mundu me fal namazin me kuptim. Është një hadith, është i dobët si hadith, po është i pranueshëm si thënje. Kur themi hadith i dobët, ju e dini, do me thonë ju e dini se hadith i dobët, do me thonë nuk i plotson kushtet për me thonë 100% sa është fjale për ambesëm. Se njerit i takon nga namazi vetëm ata që e kupton. Por qatë tash mundet me thonë dikush përën të ketë në regull. Çka të bëjna? Fesfesët vinë, a tha që vinë pa leje. Po, vinë pa leje. Po, tentimi për me fal namazin me kuptim. Allahu Ekber. Qëndron para Allahut. Subhanak Allahumma. Subhanak Allahumma është një prej lavdrimeve që njeri ja ban Zotit për më të mëdhajave. Subhanak Allahumma wa bihamdike wa tabarak ismuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha illa anta. Për çfarë unë insistoj me mësu duat me ditë edhe në gjuhën shqipe, kush nuk e di arabisht. Pastaj lexon bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin. Ta ndjesh ata çka je të thonë. Kjo të ndihmon koncentrimin në namaz dhe largimin e dëshimeve. Dhe tjetra mu përpjek me adhuru Allahun sikur me pa dhe me ditë se jetë duke e kry një prej adhurimeve më të mëdhaja që në me thonë ka qenë në me thonë vendi i arritjes së lumturisë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë pejgamberi kur ka pas dini zor, dini problem, dini breng, ka thonë na rehato me namaz o Bilal. Hajde qush, thirrë ezanin, ta falmi namazin që të hinë sa më shpejt. Jo na rehato prej namazit, sikurse e praktikojnë, në me thonë e praktikojnë disa. Me thonë shpejt ta falin namazin bëjmë rahat, jo, po më shpejt ezanin që të hinë namaz, do me thonë ta gjejmë. Edhe njeri kur fillon kështu e kupton ibadetin, kur fillon me shiju ibadet, shumë është me rëndësi kjo. Mos jetë ibadeti diçka, do me thonë, motorik, lëvizje, pa kuptim. Kur ja nis me shiju njeri namazin, edhe dyshimet dopsohen. Kur ja nis me shiju namazin.
kur janë nis me shiu namazin. Dyshimet ose janë për gjëra vezveset, ose janë për gjëra që i kemi dashur dhe na kanë ndodhur, ose janë për gjëra të cilat i synojmë dhe i duam. Këto dyshimet zakonisht janë në çdo di kategori. E sahabët i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadithin që në transmetim tjetër kanë thonë ja Rasulullah. Ndonjëri prej nesh ndihen në vetveten e tij gjëra të cilat më u gjujt prej qiellit është më lehtë për ta se sa më i fol. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është imani i vërtet. E tash, njerëzit, po e marrim shembull namazin, se jemi ka fundi. Njerëzit, do me thonë, janë 5 kategori, se namazi është për neve shtylla kryesore e fesë. Se dyshimet ndodhin edhe në ibadete tjera, por namazi. Thot Ibn Qayyim, njerëzit namaz janë 5 grupe, mund është me i da. Ai cili nuk i respekton farzët, se fal vaktin namaz, se ban rukun që duhet, se ban sejdën. Kjo është, do me thonë, ai do me thonë që namazin e ban, po dënimin dhe ta marret Allahu subhanahu wa taala. E ban namazin pa rregulla. Do me thonë, quhet ai që i rënon, i shemb, i prish shtyllat e namazit. Ka njerëz për shembull thonë, pse s'fal, ta falim masjacie i qindim. Kjo kushti i namazit është me fal në vakt. Një prej shartave të namazit është me fal në vakt. Më thonë, kjo është kategoria më e keqe e namazlive. E dyta është ai i cili do të thonë kushtet e farzët e namazit dhe shtyllat e namazit i praktikon, do të thonë nga forma e jashtme, po me mend nuk është namaz. Me mend nuk është namaz. Kategoria e tretë, ai i cili i respekton, do të thonë, shtyllat e namazit dhe obligimet e namazit, edhe do të thonë e lufton veten që mu koncentru në namaz. Kjo është edhe në namaz edhe në luftë, thuhet. Se kjo të bëjë edhe në namaz, po të bëjë luftë mi largu të qenë. Kategoria e katërt, shkurt baby shumë, se në fund jemi. Kategoria e katërt është ai i cili i respekton këtë rregullat e namazit, dhe këtë interesimi i tij është që me bë namazin dhe çish duhet dhe me plotsu dhe ka koncentrim të fortë. Dhe kategoria e 5, do të thonë që është më e larta, është ai që adhuron Allahun sikur me e pa atë. Do të thonë ai i cili namaz e përjeton kënaqësinë më të madhe. E tash, kategoria e parë dënohet, kategoria e dytë që ai formalisht e bën këtë mirë namazin, mirë po nuk është pa ti me mend, jep llogari për ta muhaseb quhet. E para është muaqab, dënohet. E dyta muhaseb, do japë hesab për Allah, do japë llogari për këtë. E treta, namazi ti, ai që për fal namazi, i mendja po vazhdimisht mundon, do të thonë namazi ja fal aty gjunat. Kategoria e katërt është i shpërblier dhe kategoria e pestë është njerëzit më të afërt të Allahu subhanahu wa taala. Kryesorja duhet me kuptu se mendimeve vezveseve dhe mendimeve të këqija, dëshimeve që kanë të bëjnë besimin ose me kryerjen e ibadeteve ose me praktikimin e punëve të mira, duhet me di qysh mi largu, se ka njerëz aq shumë janë të ngarkuar me vezvese sa që lodhen shpirtnisht dhe pastaj kjo lodhje reflektohet në veprat e tyre, më thonë edhe jep rezultate që ja dobësin ibadet, ja bëjnë shkeleshkor namazin, ja nuk e shijojnë namazin dhe ibadetet. Prandaj është me rëndësi që këto gjëra, do të thonë, t'i largojmë prej zemrave, t'i përmirësojmë zemrat tona, duke ditë, do të thonë, çish mu marr me këto vezvese të cilat janë, mund të themi lirisht janë pjesë e jetës. Allahu na i pastrof zemrat tona. Alhamdulillahi rabbil alamin.